Përshëndetje gjithë miq, takohemi në episodin tonë të radhës në Albania Newscast, episodi I fundjavës do flasim për çështje shumë interesante, do ndalim pak edhe në histori, por edhe në çështje që lidhen me aktualitetin, do flasim për industrinë e armatimit në Shqipëri, një ide e qeverisë aktuale për ta rivitalizuar, por do ndalim pak si ka qenë dhe më herët pasi Shqipëria, për ata që nuk e din, para viteve 90 ka patur një industri të armatimit shumë të zhvilluar. Dhe me një nga njerëzit që njeh shumë mirë, ekspertin e armatimeve, inxhinier kimist, kam kënaqësi një të flas ditën e sotme, zoti Memusha Bilaj, e kam edhe në studion time. Faleminderit kënaqësi që të kam zoti Bilaj. Përshëndetje, edhe unë ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Fillojmë me njëherë me këtë diskutimin e fundit. Ka Shqipëria potencial vërtet për industrinë e armatimit apo është më shumë një dëshirë aktuale e qeverisë? Shqipëria I ka mundësitë për ta ringritur industrinë e ushtrisë, të prodhimit të armatimeve dhe municioneve dhe të pajisjeve të tjera që duhen për mbrojtjen e vendit. Po ka përpara një varg vështirësish dhe pengesash të ndryshme që e kanë vonuar këtë dhe ndofta do të vazhdojnë ta vonojnë ringritjen e industrisë armatimit. Cilat janë pengesat? Pengesat kryesore fillojnë nga ne kishim një industri shumë të mirë dhe e shkatruam. U prish baza teknike dhe ekonomike e kësaj industrie. U prish në mënyrë të pakthyeshme apo është ruajtur diçka? Është ruajtur pjesërisht dhe mund të themi që industria ka trashëguar rreth 10 deri në 15% të kapacitetit që ka patur para viteve 1990. 10 deri në 15%. Pjesa tjetër është 85% afërsisht është shkatruar sipas një programi të caktuar për zhdukjen e aftësisë mbrojtëse të vendit. Dhe programi nga kush? Kjo erdhi si pasojë e shumë faktorëve që vepruan në vitet 1990 në Shqipëri. Dhe gjatë asaj periudhe konkurenca e vendeve, sidomos të komshive që kemi rreth rrotull, degradimi ekonomik I vendit, papërgjegjshmëria politike e klasës që erdhi në fuqi e çuan këtë industri në kolaps total. Ne kemi trashëguar një industri jashtëzakonisht mirë. Para se kalojmë tek ajo, se do t'ju pyes me shumë detaje dhe kam shumë interes, po e shikoj dhe vetë si publik në rastin konkret. Sfidat aktualisht për ringritjen e industrisë armatimit, kush janë? Janë burimet njerëzore, lënda e parë, apo çfarë? Apo dia, apo çfarë? Unë do ta filloja nga mungesa e vullnetit politik. Në qoftë se ekziston vullneti politik, çdo gjë zgjidhet. Sepse vullneti politik përcakton strategjinë, kushtet, financat, përgatitjen e njerëzve e tjera. Duke sikur e ka, zoti Rama, po flas si kreu qeverisë. Kemi rreth 3 vjet që diskutohet për ringritjen e industrisë ushtarake. Dhe deri tani janë bërë përpjekje të ndryshme për të arritur këtë objektiv. Janë bërë bizetime të ndryshme me kompani nga cilësore, të paktën në Evropë. Ka jo është kompania shqiptare që do jetë? Po, është bashkëpunimi izraelit në pjesë. Një kompani në përbërje të Ministrisë Mbrojtjes, e cila ka bërë tratativa me shumë kompani të prodhimit të armëve në Evropë. Zvicër, Belgjik, Turqi, Itali, Izrael, e të tjera. Dhe janë ofruar shumë kompani të kësaj fushë. Për të bashkëpunuar, natyrisht do bëhet studimi I tyre, seleksionimi, kushtet që paraqit secila nga këto kompani që ofrohet për të bashkëpunuar në Shqipëri. Pastaj kemi problemin tjetër. Gjithnjë I kthehemi atij vullnetit politik që një pjesë duan të ringrihet industria, një pjesë nuk e kuptojnë, një pjesë edhe nuk duan.
Kush nuk do? Ai sa keni parë ju? Po ta shikojmë ne, gjatë 3 vjetëve duhet të ishin ndërmarrë hapa konkret në këtë drejtim. Dhe bisedimet që janë bërë kanë ngelur pothuajse pezull. Nuk kanë përfunduar me fakte konkrete. Përjashtim bën një nga marrëveshjet që është bërë me Italinë para 2 vjetësh nga ish ministri mbrojtjes Piro Vëngu, i cili me qeverinë italiane dhe Ministrinë e Mbrojtjes italiane në nënshkroi 8 marrëveshje për industrinë ushtarake, për bashkëpunim. Dhe kjo si vjet u konkretizua në uzinën e Pashalimanit, ku kompania Kajo, bashkë me Fincantieri, që është një kompani e fuqishme navale italiane, me një eksperiencë të gjatë mbi një shekullore në prodhimin e mjeteve detare, filloi puna për ringritjen e plot të uzinës mekanike të Pashalimanit. Ajo parashikon tani, ka filluar konkretisht puna aty, parashikon riparimin e mjeteve lundruse, ushtarake, shqiptare dhe të NATO-s dhe të Italisë. Ndërtimin e mjeteve lundruse duke filluar nga mjetet për turizm, për ushtri, për flotën e NATO-s, që do të prodhoj që nga skafet e vegjël deri tek mjetet e rëndësishme të mbrojtjes së detit. Do prodhoj për neve, do prodhoj dhe për partnerët e NATO-s. Domethënë ka filluar hapi i parë konkret në këtë drejtim. Gjithashtu me Italinë janë paraqituar dhe disa marrëveshje të tjera. Për transfer teknologjish, për mbrojtjen kibernetike, e cila sot është një nga problemet kryesore të mbrojtjes së çdo vendi. Ka trakativa me kompaninë Leonardo për këtë mbrojtjen kibernetike, edhe me kompani të tjera, qoftë italiane, qoftë në... Po potenciali i municioneve, cili është i prodhimit municioneve? Është i lartë? Ne i kemi patur mundësit dhe kemi prodhuar konkretisht municione për vete, kemi dhe eksportuar dhe në kone municioneve. Futemi pak edhe të e kaluara, pra u ndalem pak a shumë të sfidat aktuale të e kaluara. Çfarë prodhonte Shqipëria në periudhën e komunizmit në fushën e armatimit gjithë? Ne kemi patur një industri shumë të fuqishme dhe moderne. Krahasuar me vendet e rajonit si ishte? Po. Ne kemi patur rreth 20 uzina. 20? 20 uzina. Direkt që merreshin me prodhimin e të gjithë artikujve që kishte nevojë ushtria. Ku ishin të shtrira, si hapësirë, si hartë? Në Tiranë kishte 7 uzina. 6 ishin në Elbasan. Kishim uzinën e... Gramshi gjithashtu, Poliçani... Të kombinati i Poliçanit ishte më i madhi dhe më i fuqishmi, ishte i municioneve. Dhe në Berat ishte dhe uzina e prodhimit baterive, në Kuçov ishte uzina aviacionit, që për fat është ruajtur. Uzina e aviacionit është ruajtur komplet. Vetëm u ruajt 97-ën, e ruajtën mos gaboj oficerët e zonës, ushtarakët e zonës. E ruajtën personeli dhe gjithë ushtarakët e zonës dhe është mbrojtur. Ajo ishte një uzinë moderne, e kompletuar, ajo bënte riparimin total të avionave. Dhe që nga vitet 90 pati tentativa për ta ruajtur uzinën dhe për ta vënë në bashkëpunim me uzinat analoge të vendeve të NATO-s. Dhe ndofta kjo ka qenë arsye që u ruajt. Ajo sot është komplet e paprekur dhe është në gjendje të prodhojë pjesë këmbimi të bëj ndërhyrjet në shërbim të aviacionit. Pavarësisht që personeli teknik, inxhinierët, specialistët nuk janë më aty, sepse ose kanë dalë në pension me kohë, ose duke ngelur pa punë janë larguar, por
duhet investuar në ringritjen dhe ringpregatitjen e një personeli të ri për këtë uzinë, si dhe për uzinat e tjera. E marri me radhë, Poliçani. Ka shumë legjenda për Poliçanin, që nuk dëgjoj. Çfarë prodhonte, si ka qenë, dua më shumë historik. Ta marri me radhë, po nis nga Poliçani. Poliçani ka qenë një fshat me një 700-800 banor në vitin 1960. Aty, për arsye të pozicionit strategjik, u mendua dhe u llogaritën. Përse e strategjik? Për ata që nuk e dinë gjithmonë. Është futur në një zonë, në një luginë malore, ku është e mbrojtur nga aviacioni dhe nga ndërhyrjet e ndryshme. Dhe me një mbrojtje kundërajrore, natyrale dhe njerëzore, atje mund të sigurohet një objekt me rëndësi të veçantë dhe shumë i vështirë për t'u kapur. Prandaj u zgjodh Poliçani. Prandaj u zgjodh. U studiua në gjithë terrenit në Shqipërisë dhe u vendos aty. Në 1960 është bërë ky planifikim. Në fillim ka filluar me ca prodhime të vogla, duke filluar nga fishekët e qifteve, që mos i blije nga jashtë, filluan të prodhoheshin aty, pastaj filluan të prodhoheshin fishek për armët trofej që kishim ne, një sasi të madhe të trashëguar, të kapur nga lufta, që duheshin mbajtur me municion, dhe kështu gradualisht në vitet 1966, 67, atje u ngrit uzinë për prodhimin e të gjithë fishekve, municioneve, predhave, e tjera me radhë. Dhe erdhi gradualisht duke u zhvilluar, në vitet 1985-90, kishte 5300 punëtor. Edhe çfarë prodhoi aty? Edhe ky fshat i vogël u transformua në një qytet ushtarak, se të gjithë punojësit ishin nga ky qytet dhe s'kishte punë tjetër, ishte vetëm kombinati. 5300 punëtor dhe qyteti arriti në 11000 banor. Sot ka një 3-4000 ka ngelur si qytet. Do më thënë, një qytet ushtarak dhe kombinati përfshiu 4 zona industriale me 12 linja e fabrika të ndryshme që punonin aty. Prodhoheshin të gjithë nomenklatura e fishekve, që kishte nevojë ushtria, të gjithë, duke filluar nga fishek të pistoletës, të automatikëve, pushkës, mitrolozave, të gjithë me radhë. Gjithë seria e prodhimit të municioneve për mortajat, nga mortajat e vogla 60 mm deri 120 mm në seri. Pastaj predha të ndryshme dhe do më thënë arriti që të prodhonte për të mbajtur ushtrinë të furnizuar vazhdimisht me municione dhe punonte edhe për eksport. Dhe eksportonte. Dhe eksportonte, me porosi. Deri ku eksportonte Shqipëria? Për shembull, kemi eksportuar në Turqi. Po vende të tjera të largëta apo nuk ka patur? Ndoshta edhe ka patur, nuk e di. Kemi quar dhe në vende të tjera, por eksporti bëhesh me porosi. Për shembull, edhe vonë, edhe mbas viteve 90, është punuar me material porosi nga vende të ndryshme, vazhdo edhe sot, pjesërisht. Po, pjesërisht kam dëgjuar që është funksionale, apo? Po, prodhon me porosi nga natua, duke filluar nga fishekët e pistoletave, të pushkve dhe automatikve të ndryshme. Me një kapacitet reduktuar, sepse është dëmtuar, është prishur e tjerë, është shkatëruar një pjesë e mirë e teknologjisë, sepse aty punohesh me cikl të mbyllur. Që do thot? Do me thënë, gjithçka prodhohesh aty. Vinin lëndët e para dhe bëheshin të gjitha produktet dhe nën produktet. Po lëndët e para, prodhoshin në Shqipëri apo merreshin nga jashtë? Si ka qenë, si funksiononte skema? Kur ne kishim marrëdhënie të mira me Kinën, merrnim si lëndë parë kryesisht çelikun, bronzet, tunxhet,
ka një nomenklaturë të tërë të lëndëve të para, merreshin nga Kina. Edhe lëndët të plasëse merreshin andeja. Pastaj u ngrit kombinati në mjeks për prodhimin e lëndëve të plasëse dhe barute. Ndalemi dhe atje, ndalemi. Dhe prodhimet pasaj bëheshin në vend. Ka Shqipëria arriti të prodhonte çdo gjë brenda. Brenda. Industrinë armatime. Kombinati kishte rezervat e veta dhe kishte një përshkallëzim të rezervave të lëndëve të para, duke filluar nga rezerva e uzinës, e drejtorisë armatimeve në Ministrinë e Mbrojtjes deri tek rezervat e shtetit. Përse ka qenë ky miti i Poliçanit? Pra gjithmonë flitej si diçka shumë misterioze, shumë sekrete. Ka padur vërtet të peshë kaq të madhe? Po. Poliçani ishte komplet i izoluar. Dhe u krijuan mite dhe legjenda rreth do i merr leje që të shkojë atje. Po, ishte domethënë shumë i ruajtur, sekreti i ruhesh me një fanatizëm të veçantë dhe në uzinë nuk mund të hynte çdo njeri. Normale. Kjo është normale. Dhe sekretet e uzinës nuk dilin dot për jashtë. Domethënë kishte një rregull, kishte dy lloj ruajtjesh. Ruajtjen nga jashtë ishte sistemi i mbrojtjes kundërerore, ishte një regjiment apo safat, dhe sistemi i sigurimit të qytetit dhe të uzinës. Ka patur tentativa për ta thyer zoti Abilaj gjatë periudhës së diktaturës? Patjetër. Janë bërë tentativa për të nxjerrë sekrete, për të marrë. Ka patur, po, por ato janë mbyllur, neutralizuar, sepse është e natyrshme që shtetet të ndryshme do ndërhyjnë në forma të ndryshme për të... Po pas 90-s këto sekrete dolën? Pas 90-s... Apo s'mbeti gjë pa dalë? Aty s'ngeli gjë pa dalë, kryesore atje që filloi dëmtimi i teknologjisë, i pajisjeve, derisa u degradua. Aty ngarkoheshin kamion të tërë me pjesët, me elektromotorët e pajisjeve dhe shiteshin në Greqi për skrap. Një skandal i madh. Në mes të ditës. Aty duhet kemi parasysh që automatët e prodhimit për shembull të fishekëve kishin një kosto jashtëzakonisht të madhe. Ishin blerë nga Zvicra, nga Franca, nga... Deri në këto vende? Po, Belgjika, më të mirët, për shembull... Automatët çfarë janë për ata që nuk e dinë? Automatët janë pajisje që i jep llamarinën, i jep barutin dhe ai të nxjerr fishekun e gatshëm. Dhe ishin marrë në vendet më të zhvilluara, po më thënë. Po, për shembull, automatët zviceran prodhonin 80.000 fishek në 8 orë. 10.000 fishek në orë. Automat vetëm një njeri e komandonte atë. Ai donte vetëm furnizimin me lëndë parë dhe ishin 3 automatë të tillë zviceran, të cilët njëri punonte, 2 ishin rezervë. Pra nuk në 3 vetëm një. Njëri punonte mjaftonte 80.000 në... Po cila ka qenë kosta që është blerë nëse dihet? $150.000 një automat. Në atë periudhë kohe. Llogarit që mund të jetë $500-600.000 sot. Pra kishte një teknologji të përsosur dhe kjo teknologji, jo vetëm këtu, po edhe në uzinat e tjera, rinovoheshin me program. Pasi konsumohesh ose vjetërohesh, ose futeshin teknologji të tjera, ne i zvendësonim... Po cilësia këtyre municioneve, si ka qenë? Një lloj sipas standardeve ndërkombëtare. Po ka qenë me standarde të larta. Ne punonim kryesisht me 2 standarde. Në fillim kemi patur standardin rus, pastaj standardin kines ishte po një vazhdim i standardit rus, i cili është i një lloj me standardet e tjera ndërkombëtare. Për ta mbyllur diskutimin për Poliçanin, gjithë ajo dije, gjithë ajo njohuri është ruajtur sadopak. Mua më duket sikur pak sikur zbehur, zhdukur, nuk e di. Poliçani mori një goditje totale mbas viteve 90. Ngelën pa punë, njerëzit llogarit 5-6.000 veta që një qytet që mbahesh vetëm me këtë industri. Njerëzit ikën. Dhe ikën specialistët që ishin
kishin Ndërkohë vite është e që habishme punonin. sa është një industri e cila mund të shërbente edhe në demokraci shumë mirë. Shumë mirë. Nuk ishte pse të shkatërrojë një gjë me kaq vlerë, po. Ky është tjetër diskutim. Atje mund të prodhojë jo vetëm fishek, po edhe gjëra të tjera që Të tipit? të gjithë llojet e industrisë mekanike që ka nevojë vendi, ajo mund t'i bënte shumë mirë me atë sistem teknologjie që kishte atje. Po duhesh prishur dhe u prish. Ka mbetur ndonjë gjë apo nga këto që më thoni? Domethënë aty janë shkatruar zonat se ishin zona të ndara. Fonderia më vetë e gjitha me radhë. Zona kimike, më duket zona D, ku bësh gjithë përpunimi kimik i gjithë prodhimit, ka dalë jashtë loje. Dhe ka ngel shumë pak, do me thënë këto rreth 10% e kapacitetit të uzinës ka ngel sot që punon. Janë bërë vjedhje masive, për shembull vjedhje bronzave që vazhdon historia në gjyqe. Stafi që erdhi pas viteve 90 e kishte mendjen vetëm për të vjedhur. Për shembull, vetëm në bronze, që vazhdon një histori në gjyq e nuk po zgjidhet, janë vjedhur rreth 500 tonelata bronz. 500 tonelata? Tonelata bronz cilësor. Po ku kanë vajtur? Kanë jashtë shtetit? Janë shitur jashtë shtetit. Kontraband me siguri. Patjetër. Me çmimet lira e tjerë, sepse ishte një mall i trashëguar dhe ishte si mall kot, nuk ishte gjë shqiptarëve. Dhe kështu u shkatruan rezervat e lëndëve të para, e tjere, dhe ne trumbetonim e të madhe që po zhdukim rezervat e mbetura nga komunizmi. Ndërkohë ato ishin me shumë vlerë. Tani, në qoftë se do ringrihet, ka probleme të mëdha për furnizimin me lëndë parë. Po ju sjell një shembull. Për shembull, TNT-ja për municionet prodhohesh tek ne në mjeks. Lëndë plasëse. Lënda plasëse. Për ta blerë atë sot në tregun ndërkombëtar, këto ditë është 6.000 euro toni. Sa ka patur Shqipëria? Qofse ne prodhonim qindra tonelata në mjeks për ushtrinë dhe një pasuri e jashtëzakonshme, edhe eksport. Me që kaluat e mjekësit. Lëndat e plasaj ne i eksportonim. Kaq të mira kanë qenë. Po, çfarë prodhonte Shqipëria? Ja, që jemi këtu. Kalojmë te mjeksi, pra, në Elbasan. Po, barutin që donte kombinati Poliçanit për prodhim municioni, prodhohesh në mjeks. Të gjitha llojet e barutit. Ka qenë zinxhir i gjithë. Pra, ishte cikli i mbyllur. Dhe baruti sot është 200.000 euro toni në tregun ndërkombëtar. 200.000 euro toni. Ne e prodhonim në vend. Pra, janë këto probleme që kërkojnë një financë shumë të madhe. Edhe shteti ngec përpara këtyre. Se po të ishin ruajtur, i kishe mbyllur, i kishe konservuar, i mbaje në graso të gjitha pajisjet, mund t'i rihapje sot me pak financime, ndërsa tani do e fillosh nga... Historia e mjekësit në Elbasan si ka qenë? Edhe mjeksi ka filluar, edhe mjeksi ka qenë një fshat. Është akoma. Ka qenë një fshat i humbur. Në vitin 1960 dhe aty filluan të u projektua për ngritje të industrisë ushtarake. Dhe filloi prodhimi i barutit, baruti për çifte, baruti i zi i thjesht. Pastaj erdhi gradualisht duke u përsosur 1966-67. Paralel me ngritjen e Poliçanit filloi mjeksi. Dhe erdhi gradualisht derisa në vitet 1980 u ble një teknologji moderne e fundit fare nga kompania Bofors suedeze. Është njëshi në botë për prodhimin e lëndëve të plasëse. Është kompania numër 1 për sasi dhe cilësi. Dhe shumë vende blejnë teknologjin të kompania Bofors. Kostua e teknologjisë ka qenë në vitet 1981 përfundoi ndërtimi i mjeksit, teknologjia e marrë nga Boforsi ka qenë $120 milion në atë kohë. Do më thënë disa $100 milion me vlerën e sotshme.
Teknologjia ishte shumë e përsosur. Gjithçka drejtohesh me kamera dhe telekomand në atë kohë. Sepse vetë procesi i prodhimit lëndëve të plastëse paraqit shumë vështirësi dhe rrezikshmëri të lartë. Dhe prandaj ajo kompani e ka organizuar në formë të tillë që prodhimi ndiqesh me kamera. Ndërhyrjet njerëzore kanë qenë të pjesshme dhe për të evituar çdo lloj aksidenti që ndodh edhe në proceset kimike, edhe në proceset njerëzore të jenë minimale. Dhe aty prodhohesh TNT-ja, trinitotoluoli, nitroglicerina, për të cilën tregon edhe legjenda, të gjithë llojet e baruteve që kishim nevojë për armatimin e lehtë, për artilleri e tjera me radhë, llojet të ndryshme të dinamiteve që duheshin për minierat dhe për thyrjen e gurëve në gurore e tjera, për të cilat kishim kërkesa nga shumë vende të Evropës. Deri ku eksportonte Shqipëria lëndë plastëse? Si ka qenë? Fillojmë në Irak. Deri në Irak. Në Egjipt, Greqi, Austri. Austria, për shembull, kishte një kontratë me mjekësin që furnizoheshin një lloj i veçantë dinamiti për granitet që ka Austria, për thyrjen e gurëve, për ndërtim. Dhe prodhohesh aty një lloj dinamiti i veçantë për ata. Në shumë vende Turqia mirte TNT-n për prodhime, për probleme ushtarake. Pra dhe Turqia blente. Po, blinte. Gjitha vendet të zhvilluara. Gjithë vendet e zhvilluara. Deri nga Shqipëria e vogël. Dhe tani ka ta ndisën këtë. Tani është prishur fare, mos gaboj. Është dëmtuar shumë, ka teknologjia shumë pajisje kanë dalë jashtë përdorimit, nga ndërhyrjet e jashtme dhe do një investim të madh për ta ringritur. Dhe në qoftë se do ringrihet, duhet patjetër të lidhesh me kompaninë Beaufort, sepse duhet studiuar çfarë pjesë mund të ekzistojë dhe të shfrytëzohet dhe çfarë duhet blerë re. Është një Po incidente investim. ka patur zoti Abila i në mjekës, sepse lëndët plastëse janë me rrezikshmëri të lartë. Ka patur aksidente, mund të kenë ndodhur një 2 aksidente kur janë dëmtuar disa njerëz, disa vajza që punonin në një repart, jo për fajt kësaj, po një defekt teknologjik. Atje shumica është një teknologji e vështirë, Do shumë kujdes. do shumë kujdes e tjera, dhe të gjithë sistemet mbrojtëse funksionuan në mënyrë të përsosur, po aksidente ndodhin dhe një pjesë e madhe e teknologjisë është prej qelçi. Ku në tavanin e një sale operimi u thye një pajisje qelçi. Po aty kalonin acidet që duhen për procesin kimik, acidi nitrik, dhe krijoi një situatë shumë të vështirë. Punonjësit ishin poshtë, nuk e pandeni një gjë të tillë. Megjithatë, sistemi i sigurisë funksionoi, sepse ishte llogaritur, domethënë që në qoftë se ndodh një aksident i tillë, anash në faqet e murit janë dushe me ujë që presin acidin që mund të bjerë nga lart. Dhe nuk i jep mundësi që të dëmtohen njerëzit poshtë. Funksionuan të gjitha, megjithatë pati dëmtime të pjesshme nga 4-5 punonjës, të cilët u trajtuan, u çuan dhe jashtë shtetit për të shëruar plotësisht, po ishte një defekt që nuk parashikohesh, por që ndodhin këto. Jo për faj njerëzor që u thye një pajisje që nuk ishte parashikuar. Po lëndët e para nga bleshin, nga merreshin. Lëndët e para ne i prodhonim në vend. Sepse organizua prodhimi në shkallë vendi që të furnizosh kjo industri me lëndë para vendi. Për shembull,
për të prodhuar TNT, trinitotoluoli, lëndë e parë është toluoli. Në kombinatin e Ballshit u ngrit një fabrik për prodhim toluoli nga nafta. Edhe lënda e parë vinte nga Ballshi. Një lëndë tjetër ishte glicerina për të prodhuar nitroglicerinën. U ngrit një linjë në Fier për prodhimin e glicerinës nga vajrat. Shumë interesante, zinxhiri. Zinxhir. Ky është Shqipëria ka patur naftën, dhe cilat dilnin shumë në produkte që përdoreshin për armatimet, për automjetet, pra çdo gjë është deri te furnizimi i karburanteve të avionave, që prodhohesh nga Ballshi. Nga Ballshi? Vajkuri. Si ka që lartë? Po. Ata thonë që është naftë shumë e keqe ajo, e rëndë. Po, justifikimi e gjenden për të mbuluar ato gafat edhe ca me dashje e ca pa dashje që ka bërë shteti ynë. Tjetër, do më thënë, për të prodhuar nitroglicerinën, duhesh glicerina nga vajrat. Prodhosh në Fier, ishte linja postafat me turinat e vajrave përpunohen dhe glicerina është një proces kimik i gjatë e i ngatruar. Po Shqipëria i kishte nevojë për acid nitrik që prodhohesh nga Fieri, nga kombinati nga nitrat amoni i Fierit. Kishte nevojë për acid sulfurik që prodhonte Laçi, kombinati Laçit. Dhe këto ishin lëndë e para që furnizonin kombinatin e mjekësit. Kishte nevojë dhe për ca lëndë të tjera të para, të cilat nuk ja vlente që ti prodhoje këtu dhe ato merreshin nga jashtë, për shembull disa acetone ku diun, dhe mbaheshin në rezervë për prodhim të vazhdueshëm dhe të pavarur. Mjekësi në vitet 90 u shkatrua si çdo gjë? Si të gjitha të tjerët. U dëmtua shumë. Dhe Po është fabrikë për qelçi, me sa më keni thënë, është shumë interesante kjo. Pra një industri e cila metalet në kontakt me acidin nitrik sulfurik e kodionat të shkatërrohen. Qartë. Nuk mund të rezistojnë. Ata që din pak e kuptojnë. Pra, janë si ndoshta një laborator. Është një laborator. Gjitha uzinat ishin një laborator. Kalojmë pak tek prodhimi i Kalashnikovit. AK-47 në Gramsh apo jo ka qenë? Ka qenë në Gramsh, Çekin është një fshat aty afër Gramshit. Edhe Gramshi ka ndjekur të njëjtën histori si këto qytetet e tjera, se këto quhen qytete ushtarake. Po. Gramshi në 1158 mes diun ka qenë me 700-800 banor, ka qenë një fshat. Në 1960 u planifikua që të ngrihesh industria ushtarake dhe me një vendim të kuvendit popullor u kthye në qytet. Për herë të parë. Dhe u projektua uzina për prodhimin e armëve në Çekin. Pastaj, paralel u ngritën disa uzina të tjera. Një uzinë baterish për bateritë e vogla ose bateritë e thata, për të cilat kishte nevojë edhe ushtria edhe jeta civile. Se bateritë përdoren për shumë gjëra. Dhe filloi dhe mori pamjen e një qyteti. Në 1990 kishte 12.000 banor Gramshi. Sot thonë ka 5 ose 6.000 banor, sepse kanë ikur nga papunësia, sepse këto uzina dolën jashtë loje. Edhe prodhimi i këtyre ka ecur paralel me ngritjen e këtyre kombinateve të tjera, të Poliçanit, të mjekësit. Prodhimi i pushkëve filloi në vitin 1966-67. Filloi me prodhimin e pushkës vetëmbushëse që ne i thoshim Simonova në atë kohë, me teknologji kineze. Pastaj në 1970 kaloi në prodhimin e Kalashnikovëve, automatikut Kalashnikov. Këto armë ishin masive për Shqipërinë edhe për gjithë lindjen vazhdojnë të jenë armë bazë dhe masive. Përdoren akoma? Përdoren, gjithë bota përdor Kalashnikov. Sa prodhonte Shqipëria në vit, në një vit? Prodhoni me një plan të caktuar.
kishte një strategji për furnizimin e ushtrisë dhe të gjithë vendit. Dhe aty prodhoshin 20 deri 25.000 pushk në vit, pushk mund prodhoshin edhe pak më shumë deri në 30.000 dhe 20 deri 25.000 automatik Kalashnikov. Do me thënë rreth 50.000 armë të tilla Në vit. në vit. Shifër e lartë. Po, Eksportonim para se të shkojmë te produktet. prodhonim me nevojat. porosi. Dhe kanë vazhduar prodhimet me porosi edhe sot. Vazhduan një farë kohe, pastaj nuk u pëlqente këtyre konkurrentëve dhe e shkatruan si të gjitha uzinat e tjera. Deri kur ka ekzistuar? Më duket deri nga vitet 1995 Deri në 95. prodhonte me kapacitet të reduktuar, por prodhonte me një fjalë. Për shembull, unë mbaj mend deri në vitin 95 prodhoshin automatik për policinë turke me kontratë. Deri në 95. Po, vazhduan. Dhe prodhime të pjesshme pasaj, derisa erdhi shuarja e prodhimit. Po si ka mundësi, si u vendos që duhet të shkriheshin, të prisheshin? Këtë nuk e kanë kuptuar asnjëherë. Që të kuptohet, kjo duhet të kuptohet shkatrimi i Shqipërisë pas viteve 90. Ne ecëm paralel në shkatrim me shkatrimin e Jugosllavisë, që u bë çarap Jugosllavia me luftë civile etj. Ndërsa këtu nuk u bë luftë civile, po morën këto u prish gjithë ekonomia. Po kthehemi përsëri te Gramsci. Cilësia e Kalashnikovit shqiptar si ka qenë? Se kam parë që disa thonë ka qenë jo shumë cilësor, disa thonë që ka qenë. Po flasin ata që janë kompetent e para, që nuk i din, atje prodhimi ishte i standardizuar. Qeliku që përdoren disa lloj qeliqesh në ndërtimin e Kalashnikovit. Qeliqet vinin nga jashtë. Në fillim ne kishim marrë nga Kina rezervë të saktuar, pastaj blihesh andaj këteja në vende të ndryshme për ta mbajtur kombinatin në punë dhe për të ruajtur rezervat, sepse llogaritesh që Shqipëria në maksimumin e një lufte totale mund të mobilizonte deri në 800.000 veta. Llogaritet që çdo ushtar duhet të ketë rezervë në depo 3 armë, si që ka gjithë bota. Kjo ka qenë norma. Kjo ka qenë norma. 1 me 3. Një ushtar 3 armë. 3 armë. Se një armë do prishet, një humasi etj. Dhe është llogaritur kjo. Dhe ne zbatonim këtë parim, si që ka gjithë bota. Pra i bie 2.4 milion armë. Automatik, po them, pushkë. Pushka dhe automatik. Ne kishim një rezervë të madhe të marrë, kur ishim në antar të Trakatit Varshavës, një rezervë të madhe të marrë nga Kina, dhe kompletonim rezervën pjesën tjetër me prodhimin vendas. Prodhimi vendas nuk ndryshonte. Si ka qenë cilësia? Nga cilësia nuk ndryshonte nga prodhimet e tjera, kinez ose rus. Qeliku ku merrej? Në fillim ne e merrim nga Kina. Pastaj merrim nga Bullgaria, kemi bler nga Franca, nga vende të tjera, ku gjendim me leverdi. Po pjesë të tjera më keni thënë që druri prodhoi? Druri prodhohesh këtu se do një dru të veçantë. Është një lloj mështekne, një lloj plepi që rritet në zonat e ftohta. Dhe ne në Shishtavest të Kukësit ishin ngritur plantacione. Pra çdo gjë ishte zinxhir. Plantacione me këtë mështeknën, e cila mbasi arrinte një periudhë të caktuar të zhvillimit, pritesh dhe ishte një fabrikë e veçantë aty për prodhimin e drurit. Ishin bërë studime edhe për ta kaluar, për të prodhuar më vonë duke zvendësuar drurin me mas plastike, po kjo nuk u arrit sepse nga vitet 90 u prish çdo gjë dhe u iku dhe kjo ide. Se shumë vende e kanë zvendësuar drurin se është deficitar me mas plastike. Po në këto momente në Gramsh ka mbjetruar diçka apo shkatruar e gjitha? Atje është shkatruar pothuajse e tërë. Kanë ngel vetëm godinat. Gramshin edhe unë kam dëgjuar që është totalisht e parikuperueshme me sa kam. Sepse u la në mëshirë të fatit
llogaritë gjithë ato impiante e presa hidraulike që kanë kostuar qimet e kokës, u prishën dhe u shitën për skrap. Domethënë një pabërgjegjshmëri totale katastrofë e shtetit shqiptar. Gjëja më e thjeshtë që duhet bëj një shtet, edhe më antikapat që të jetë, këto uzina ruhen. Asetet mbyllen, ruhen, kur t'i vi koha. Sepse flasim për asete, nuk po flasim për një gjë të keqe nga komunizmi, që nuk e di, mund këtë patur në një të keqe, po të flasim të industrie gjithmonë. Kjo ka qenë të pjesa e shëndetshme dhe duhet ruetur se s'bën. Dhe ajo në një moment të caktuar studiohet, shikohet çfarë do hiqet dhe çfarë do zvendësohet me të re dhe të shfryzohet. Zotja Bile, ka qenë fitim prurse për shtetin shqiptar kjo industri apo vetëm hante, pra vetëm argjonte? Kjo është diskutim. Mbrojtja gjithnjë konsumon. Gjithnjë nuk është tek neve, por është në gjithë botën. Edhe problemet që ka në ato sot është shpenzim. Pra fitimin ta jep indirekt gjithmonë. Fitimin e ke në rast të një situate të keqe, e ke por edhe mos cënim kufish, sa kohë je i fort ushtarakisht. Nuk të bie njeri në qafë, sepse e di se me kë ka të bëj. Dhe e dyta, je në gjendje të prodhosh dhe të shesësh, se që po bën gjithë bota. Sot, industria sërbe, për këtë vit, planifikon eksport $2 miliard. Nuk është prekur industria sërbe. Nuk u prek, Industria ushtarake sërbe. Bile edhe ato që kanë qenë në Bosnjë, uzinat që kanë qenë në Bosnjë apo në Kroaci, bashkëpunojnë dhe shesin. Vetëm ne i kemi prek në vetëm ne i shkullëm nga themeli. Vetëm ne. Besoni ka qenë një agjendë ndërkombëtare kjo për ta prishur e fqinjve, ju e thatë? Kryesisht është e fqinjve. Ndërhyrjet e fqinjve dhe papërgjegjshmëria politike e vendit ton nga 90-ta e tu. Po për tanket, kam dëgjuar që Shqipëria ka patur shumë dhe tank, cilësi shumë të lartë. 1200 tanke. 1200 tanke. Po. Prodhim rus, kinez e tjerëm. Dhe kishim dhe një uzinë këtu në Tiranë për mirëmbajtjen dhe shërbimin teknik të tankeve. Të gjithë këto tanke u shitën. U shitën për skrap dhe atë kanë qenë cilësi në më të lartat. Më të lartat. Ne tankun e fundi kemi patur të 64, i cili vazhdon të përdoret sot në Ukrainë. Në Ukrainë, po. Po, vazhdon për bukuri. Dhe u folë sikur një pjesë janë prishur. Janë prerë, janë shkatruar dhe çoheshin në Podgoricë, se është një kombinat për shkrirje qeliku. Dhe një pjesë janë shkrirë, kanë shkuar për skrap, ndërsa pjesa kryesore janë shitur, janë marrë të gatshëm edhe janë çuar në vende të tjera. Madje këtë kam unë një informacion, kam dëgjuar, janë shkrirë qeliku dhe është marrë përsëri nga Rusia. Janë marrë tanke të gatshëm. Kanë vajtur në Podgoricë, në kombinat. Kur janë shkrirë qeliku, lëndë e parë është marrë përsëri në Rusi, e cila ka fut me siguri. Po janë marrë tanke të gatshme dhe janë shitur në Afrikë, nga rusët. Nga Shqipëria. Nga Shqipëria kanë shkuar në Podgoricë, prej atje tanke të gatshme janë shitur në vende të ndryshme që ka konflikte. Në cilin periudhë kohe? Derisa iku tanku fundit. Çfarë viti afërsisht nëse dihet? Po afërsisht, se ndoshta. Afërsisht të fundit kanë ikur aty nga 2010-a. 2010-a. Pra u çvesh Shqipëria nga çdo lloj aftësie mbrojtëse. Dhe kjo ishte strategjia e komshive tanë. Edhe të tjerëve, po kryesisht të komshive tanë. Ne eram dakord që të flisnim pak edhe për jashtëksorë, diskutimin ekzistojnë apo jo. Ju më thatë që nuk ekzistojnë. E dua shkurtimisht sepse do të trajtojmë një emision tjetër, po se kjo industria e armatimit është shumë interesante. Përse thoni që nuk ekzistojnë? Debatet janë të forta edhe në qarqet akademike ndërkombëtare në nivelit të lartë. Ka shumë pralla për UFO-t, janë për masën e gjerë. Ka ndalë edhe dosjet nga NASA dhe CIA. Dhe ata nxjerrin ato dosje që duan.
Patjetër. Ashtu si i duan ata. Dhe ka legjenda mbrapa këtyre dhe ka veprime agjenturore e tjera mbrapa këtyre historive të UFO-ve. Po që të kuptosh ka apo s'ka UFO, duhet të kesh sa njohuri fizike. Që ti kuptosh. Përse e them këtë? Sistemi më i afërt me sistemin diellor, ose si të themi ylli më i afërt është me tokën, është Alfa Centaurit. Një konstelacion i cili ndodhet 4.3 vjet dritë larg nga toka. Do më thënë, drita e lëshuar nga Alfa Centaurit do 4.3 vjet vi këtu. Si mund të udhtoj një qenie? Sa vjet i duhen asaj me qindra vjet që të vi këtu? Pra po ndoshta jemi një cep i humbur, toka mund të pakuj. Toka është një cep i humbur i galaktikës dhe e bën të pamundur. Jo, kështu është. Galaktika është një sistem i përgjithshëm, ku çdo pikë mund ta quash të humbur. Po. Ne këtë kemi pikën më të afërt. Llogarit një mjet që nuk e arrin kurrë shpejtësinë e dritës. Por që do qindra vjet të vi prej ande. Një kundërpyetje, sepse po shkojmë deri fundi dhe do ta bëjmë një emision të dedikuar bashkë. Unë kam parë si presidentin Trump, i cili nuk e ka përjashtuar si mundësi, por mund të pini e pakuj, por gjithashtu për publikun edhe ish presidenti rus Medvedev, i cili ka deklaruar që UFO-t janë, madje janë mes nesh, kanë thënë. Ato janë thjesht për propagandë. Pra propaganda është për qëllime të caktuara. Të tipit. Në mënyrë që njerëzit merren me UFO-t, të mos merren me pensionet, bie fjala, apo me një problem tjetër. E glendisu me UFO-t, duke parë në televizor apo në kafene. Pra, një qenie që është me afër, ne nuk e dim, ka ndonjë planet të banueshëm aty në Alfa Centauri apo jo? Nuk e dim. Pra ju thoni mjafton ky fakt që të rrezoj gjithë. Po llogarit të tjerë që janë me dhjetra dhe qindra vjet dritë larg nesh. Si mund të vijë një qenie andeja? Si mund të fluturojë një mjet? E pamundur. Teorikisht është e pamundur. Dhe praktikisht po dhe teorikisht nuk mund të ashtu, se të duhen mijëra vjet ditë. Jemi shumë larg. E qartë, për ta mbyllur, kthehemi tek industria e armatimit, sepse për UFO do bëjmë një emision të dedikuar bashkë. Te armatimi. Shqipëria, një vend kaq i vogël, ka patur ambicie të mëdha. Kjo pjesa e investimit të madh në mbrojtje. Debatet janë shumë të mëdha, ju e dini, të mëdha. Janë debatet të cilat kanë ekzistuar me kalimin e kohës, kryesisht ngritur nga Partia Demokratike dhe nga një pjesë opozitare e sistemit dhe me të drejtë. Ja ka vlerëtur gjithë ky shpenzim i Shqipërisë gjatë periudhës komuniste për armatim, për bunker, për vendmbrojtje apo jo? Ajo ka vlerën e vet në kohën dhe në periudhën që kemi kaluar. Të gjykosh sot periudhën e 1970-s me mend të sotshme është e pa bazë. Ishte lufta e ftohtë. Të gjithë përgatiteshin, ashtu siç përgatiten edhe sot. Sot nuk e blen dot një raket. Një raket Javelin koston $250.000 në tregun e NATO-s. Pra, pa llogaritur të tjerat, që kostojnë akoma më shumë. Ne këto i prodhonim, shtrëngonim rripin, sepse duheshin përgatitur. Ne përgatitnim bunker dhe Kalashnikov për të mbrojtur veten. Po. Bunkeri na duhesh për të mbrojtur ushtarin, se nuk kishim mundësi as për të prodhuar armë atomike, as për të prodhuar
Do objekte ishim të tjera gjithmonë ushtar- në armatim mbrojtës. Ne ishim mbrojtje. Teoria jonë ishte mbrojtje. Doktrina Mbrojtje. jonë ushtarake ishte Ka qenë mbrojtja mbrojtje. e vendit. Ne nuk parashikonim asnjë lloj veprimi agresiv ndaj Agresiv. ndonjë vendi tjetër. Do flasim, dua të Absolutisht. bëjmë një emision për Kuksin, si u ndërtuat etj, por për ta mbyllur, kam një pyetje të fundit, shkurtimisht me që semi edhe në limite, pjesa që ka të bëjë me mbrojtjen, që ju thatë, doktrina jonë ka qenë mbrojtje. Mbrojtja. Po në Kosovë, ka qenë mbrojtje, apo ka qenë edhe depërtimi dhe tentativa? Për Kosovën ka qenë një problem tjetër. Në vitet 80 është bërë një plan për çlirimin e Kosovës. Në kohën që do paraqiteshin kushte të caktuara gjeopolitike për të ndërhyrë në Kosovë. Por, në qoftë se do paraqiteshin këto kushte, ti duhet ishe gati. Ndalemi Dhe këtu. ishim përgatitur për këtë punë. Ndalemi këtu, do ta kemi në emisionin e radhës. Plani për çlirimin e Kosovës. Ka qenë një plan që quhet plani shpërthimi. Është miratuar në 1980, është bërë në drejtimin e Mehmet Sheut, është bërë çdo llogaritje me imtësinë më të madhe. Me imtësinë më të madhe. Me imtësinë më të madhe. Do kemi Llogariteshin mundësi- për të ndërhyrë. Do t'i Kur- bëjmë një për UFO-t dhe një për Kosovën. Sepse nuk mund të sulmoje një shtet, se të gjithë do të dënonin ty në qoftë se do ndërhyje, Po. por në qoftë se do krijohesh një situatë në Ballkan ose në Jugosllavi, një konflikt i brendshëm me ku diun, ne do ndërhynim në pretekstin e mbrojtjes së vëllezërve tanë në Kosovë. Dhe ishte ky plan gati. Po plani tani mund të jetë në letër, por Mos duhet i themi gjitha. shoqëruar me të gjithë. Zoti Abilaj, ma lejo Mbështetjen- këtë surprizë ta trajtojmë në një emision tjetër. Dakor. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kisha. Faleminderit dhe juve për Faleminderit. bashkëpunimin që realizuam. Ndërkohë, me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të episodit për ditën e sotme dhe për fundjavë. Ju uroj gjithëve një fundjavë të mbarë, jepni komentet tuaja, bëni subscribe, një temë shumë interesante që trajtuam ditën e sotme për industrinë e mbrojtjes së Shqipërisë. Folëm pak për UFO, do ta trajtojmë edhe në ditët e tjera në Albania Newscast. Ju uroj gjithëve një fundjavë të mbarë, takimin tonë të radhës se kemi javën tjetër.